Bashkimi Social-Demokrat ka siguruar një mandat parlamentar në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor 2025, bazuar në votat e numëruara. Kështu ka bërë të ditur deputetja Dude Balja përmes një njoftimi publik. Sipas saj, ky rezultat ka një peshë të veçantë politike, pasi SDU-ja ishte i vetmi subjekt politik bosnjak që garoi në mënyrë të pavarur pa hyrë në koalicione parazgjedhore, ndryshe nga partitë e tjera bosnjake që kandidojnë përmes listave të përbashkëta. Pavarësisht rrethanave të tilla, SDU-ja mori mbështetje të qartë nga qytetarët që e njohin qëndrueshmërinë, parimin dhe energjinë politike në punën tonë, thuhet në deklaratë. Balje ka shprehur mirënjohje të veçantë për ekipin e SDU-s, Bordi në Dragash, kandidatët nga lista zgjedhore dhe aktivistët në Prizren, Dragash, Pej dhe komunat të tjera të Kosovës, duke theksuar se angazhimi dhe përkushtimi i tyre ishte kyç në këtë sukses. Ky është postimi i plot i saj: të dashur qytetarë të Kosovës, të dashur njerëz në diasporë, të dashur bosnjak, bazuar në votat e numëruara, Bashkimi Social-Demokrat fitoi një mandat parlamentar në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor 2025, fal besimit që në kemi treguar. Ky rezultat ka peshë të veçantë politike, sepse SDU-ja është i vetmi subjekt politik bosnjak që kandidoi në këto zgjedhje në mënyrë të pavarur pa koalicione, ndryshe nga subjektet e tjera politike bosnjake që zgjodhen lista të përbashkëta koalicionesh. Pavarësisht rrethanave të tilla, SDU mori mbështetjen e qartë të gjithë juve që e njohët qëndrueshmërinë, parimin dhe energjinë politike në punën tonë. Ne shprehim mirënjohje të veçantë për të gjithë ekipin e SDU-s, Bordin tonë në Dragash, të gjithë kandidatët nga lista jonë zgjedhore, si dhe të gjithë aktivistët e SDU-s në Prizren, Dragash, Pej dhe komunat të tjera në të gjithë Kosovën. Puna, energjia dhe angazhimi i të cilëve me përkushtim janë çelësi i këtij suksesi. Këmbgulja juaj, besimi në idenë tonë dhe përpjekjet e palodhura kanë kontribuar në bërjen e këtij rezultati realitet dhe pa ju, nuk do të kishim qenë në gjendje të arrinim një sukses kaq të rëndësishëm. Ne i kuptojmë mandatin e fituar parlamentar si një detyrim serioz për të përfaqësuar me përgjegjësi, guxim dhe vendosmëri interesat e komunitetit bosnjak dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, si dhe për të vazhduar luftën për të drejtat e dinjitetit dhe barazinë e plotë të bosnjakëve.